Kalojmë tani te një tjetër material, gjithashtu ka të bëjë me muzikë, por ndrojmë gjini. Ai së fundmi ka marrë pjesë në këngën magjike dhe ka dëshirë të fitoj. Përveç tjerash, këngëtari më interesant i skenës shqiptare Castro Zizo shumë shpejt do t'u thojë edhe drejt Shteteve të Bashkuara të Amerikës për t'u takuar me një njeri shumë të njohur. Cilat janë dy gjërat më të mira që i cilëson ai si ka bërë në jetë, e kuptojmë bashkë nga materiali përgatitur enkas për të nga Maki Bajrami. Është ndërkëngëtarët më interesant të skenës muzikore shqiptare, madje me imazhin që ka krijuar në publik, do të mbetet i veçantë në llojin e vet. Ai është Kleviz Bega, i cili njihet si Castro Zizo. E kemi parë në shumë projekte muzikore e televizive, por gjithmonë i ka pëlqyer të jetë pjesë e festivaleve. Aktualisht e shohim te Kënga Magjike, në të cilën konkuron me këngën A Kam Un Ego. Unë kisha një material, A Kam Un Ego që i kisha punuar diku para verës, temi, dhe si stok, kishte mbetur, si me thënë, tek pjesa e atyre këngëve që mbasi një ditë do ishim bërë klip. Fakti që s'kam qenë dhe shumë i angazhuar temi ose aktiv në muzikë, sepse ose aq sa kam qenë kam bërë pak një lloj të themi ndryshimi të rrymës, le ta quajmë, domethënë jam zbutur pak ose pak si shumë. Nga që unë jam ndier gjithmonë aty si në shtëpinë time dhe jam ndier gjithmonë kam qenë i vlerësuar temi edhe me çmime, por jo, nuk përbën shumë rëndësi më shumë se sa fakti që në ai kompeticion kam nxjerrë materiale relativisht mira, të tipit Gjinkalla, apo ku diun, shumë. Këtë vit për herë të parë, festivali Kënga Magjike vjen në formatin live, gjë e cila po mirëpritet të paktën sa i përket Castros. Po pres shumë mirë se s'ka një diferencë madhe, unë nuk është se bëj këngë të pamundur apo që do të ndalim parë një stonim, është shumë okay, biles akoma më mirë. Sigurisht të ul pak atë performancën, sepse është çështje fryme dhe ne që pim pak duhan, edhe që pim jogurt është pak problem. Po që do i dilet, shumë bukur është. Për Castron, e bukur do të ishte fitoria. Unë të isha shumë i lumtur sikur jo unë, po një si unë, le ta quajmë, në thonjza për herë të parë nëpër ekranin shqiptar apo kompeticionet të fitonte një çmim të parë, për të hapur rrugën pak edhe të thyen disa lloj tabush që gjithmonë festivale fitohet një baladë e ndjer, shumë e ndjer me duar që dalin nga stomaku, domethënë se aty fillon dashuria, ose ku diun, kryesisht domethënë gjithë festivalet shqiptare janë balada mbi zotroj. Më mirë jepja një njeriu, tash jo mua tash, se ma dha dhe mua shumë mirë, po një njeriu që të pak më transgresiv për t'i hapur rrugë, themi dhe një lloj ridimensionimi të muzikës shqiptare, se janë dy pole që o do të bësh themi këngë me nuanca tallavaj apo folk, ose ku diun do të bësh gangster me zorë. Se a do të jetë Castro ai që do të bëjë ndryshimin mbetet të shihet. Nga ana tjetër, karshi këtij obligimi, këngëtari rebel po merret me punën e tij prej redaktori dhe skenaristi, madje sërish pritet ta shohim në projekte televizive. Shumë shpejt jam në mes të një projekti tim ku jam producent, skenarist, regjisor dhe vetë biçi moderatori. Po i bëna vetë gjitha vetë, edhe stafin vetë edhe dhe kur them me stafin vet, domethënë që e bëj dhe stafin vet, dhe me këtë e bëj kuptoj vet. Po stafin jo meshkuj, faleminderit. Unë jam në mes edhe të një projekti tjetër që bëhet fjalë për një televizion në Kosovë që ka emrin Rokum. Ka një talk show. Në fakt ma morët me dhunë këtu sepse nuk doja ta nxjerrja. Sado që ju duken pak apo shumë, këto nuk do të jenë planet e vetme të Castros. Besoj që nga dhjetori jam në Los Angeles. Ka një projekt shumë të madh me një person që është për mua është relativisht shumë i madh. Është bërë një lloj konej, një lloj lidhje që dhe atij ka interesuar. E ka emrin Timberland. Të gjitha këto aktivitete, obligime, të arritura dhe suksese nuk e kanë rëndësinë dhe vlerën më të madhe se sa fëmijët e tij, për të cilët mundohet të ndajë një pjesë të kohës, sado e kufizuar të jetë ajo. Djalin e kam këtu, praktikisht gjysmën e javës e kalon me mua, kalon bashkë në apartament të unë. Shkollime këto gjëra, tash nuk e pretendoj të jem babai më i mirë në botë, po sigurisht jam një baba që në krahasim me shumë baballar që janë qarkullim, besoj jam on top. Dhe vajzën pak më rrallë, me thënë drejtën, vajza është ju, është në Prishtinë. Janë të dy një dashuri e madhe, janë të dy janë
janë vetëm gjë, të dy janë vetëm gjëra që unë kam bërë të mira në jetë, pjesën tjetër zëre se nuk e quaj fare. Sigurisht kush merr më pak edhe kush merr më shumë dashuri nga unë, mjafton që të jenë mirë edhe suporti im në çdo kuptim do të jetë. Praktikisht janë qëllim jetë të dy. E sa i përket planit për mosimdhënie, momentalisht nuk bëhet fjalë për diçka serioze, ashtu sikurse projekti me Era i Strefin, që s'ka asgjë konkrete. Në fakt që i projekt fillestar që ka ca muaj me Erën, edhe për arsye të ndryshme teknike, le të themi që nuk u realizuan, bëra një tjetër material. Era po ashtu doli me një material vetëm dhe pastaj me ledrin, edhe shumë mirë bëri. Sepse unë nuk mund të këndoj dot një këngë mos më refuzor, sepse nuk kam djerë asnjëherë refuzuar. Edhe i dua shumë të dy, por portat janë të hapura. Baby vogël ti plotson dëshirat, baby vogël ti kërkon arsye.